Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në analizën teknike mesjavore kësaj radhe dhe sot do shpjegojmë disa setape për sa i përket Euro GBP, Euro USD dhe Euro CF. Pa humbur kohë, shkojmë dhe tregojmë të gjitha setapet në charte. Atëherë, për sa i përket Euro GBP, nëse fokusohemi tek price actioni ditës së fundit, kemi pasur relativisht një lëvizje short, e cila po shkon drejt kësaj zone të rëndësishme këtu, sepse nëse marrim Fibonacci, do shohim qartë që kjo zonë është një zonë midis nivelit 50 dhe 61.8 të Fibonacci. Dhe nga kjo zonë mund të shfaqet një lloj lëvizje tjetër impulsive bullish, sepse kështu është dhe pjesa teknike e Fibonacci. Pra, fillimisht këtu kemi ngjecur erën e parë në këtë zonë, më pas kemi shkuar bullish dhe tani varet vetëm nga price action se si do reagojnë në këtë zonën këtu. Nëse vinë brenda kësaj zone, sidomos në skajet e poshtme të zonës ku ndodhet niveli 61.8, ngec aty dhe na jep një qiri bullish, atëherë kjo tregti mund të jetë shumë e mirë për një lëvizje long drejt zonës më të afër supply, e cila është kjo këtu. Por nëse e thyen të zonë me një lëvizje bearish, atëherë ngelet vetëm nëse do shkoj këtu tek zona më afër demand tjetër dhe të shohim se si do reagoj nga këtu, a do ngeci, a do futen vlersat apo jo. Për sa i përket Euro USD, fokusohemi tek price actioni i ditës së fundit dhe ajo çka shohim është që kemi pasur këtë refuzim të zonës supply dhe një lëvizje shumë të fortë bearish, e cila e ka bërë të shkojë në zonën demand që më përpara ka luajtur rolin në një supply zone. Pra, kemi një drop këtu dhe një drop këtu, kjo duke qartë që është një supply zone e kthyer në demand zone. Dhe këtu nëse shikoni reagimin, kemi bërë refuzim dhe më pas kemi lëvizur me një lëvizje bullish për tek zona supply më e afërt. Ajo çka pres tek Euro USD është që të ngecemi në kjo zona këtu dhe të kemi një qiri bullish të na konfirmoj futjen e vlersave në market. Kjo do na jepte një konfirmim që mund kishim një lëvizje long deri në zonën më të afër supply. Por nëse e thyen këtë zonë, atëherë ngelet për t'u parë vetëm në zonën më të afër demand më pas këtu se çfarë do ndodhi. A do e thyej edhe këtë apo do e refuzoj dhe mund na jap një mundësi të mirë bullish, sepse me vërtet kjo zonë, nëse shikoni këtu, kemi pasur këtë lëvizje impulsive bullish dhe më pas lëvizje të tjera impulsive bullish, edhe këtu nëse e shohim kemi pasur një lëvizje tjetër bullish. Kështu që kjo ngelet për t'u parë tek Euro USD. Dhe për sa i përket Euro CF, atëherë Euro CF ndodhet në një zonë të rëndësishme supply për momentin dhe nëse fokusohemi në price actionin e 24 orëve të fundit, jemi thjesht në një zonë konsolidimi, sepse ka ngecur çmimi në këtë zonë supply këtu. Nëse shohim majtas, kjo zonë supply është për shkak të kësaj zone këtu, e cila ka sjell këtë rënien e fortë bearish këtu, e cila është një që tregon që kemi një nivel ku shitsat futen bindshëm në market. Mund të ndodhi e njëjta gjë tek Euro CF tashmë, dhe ajo çka unë pres është që të shkoj short deri në këtë zonën këtu, ku kemi këtë demand zone dhe këtë zonë imbalance për të mbushur. Mund të bëhet entry që tani, ose mund të pritet nëse kapet një entry më e mirë në një çmim akoma më të favorshëm më lart. Kështu që kjo ishte analiza teknike mesjavore. Kini kujdes për sa i përket Euro GBP dhe Euro USD, prisni që japin konfirmimet e duhura, ndërsa për Euro CF mundet kemi një tregti që në këtë moment. Shihemi në analizën teknike të radhës.